Mirë mbrëma, shikues nderuar, mirë se po takohemi prapë në emisionin ton Jetë o Jetë. E sonte kam një mysafir, tarvisht mu isha me shpjegu sakt çka vërtet përfaqëson, kanë përfaqëson sepse mysafiri im ka pas disa hatërmbetje, masnej ka dal në garë, kur ka hi në garë, i ka kallëzu partisë që është shumë i fort, ardhe sapi cicmis për pak e kanë mujt. E sonte me mu është Dritan Ajazi. Dritan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht, Dritan Ajazi ka qenë pjesë e PDK-s, masnej e ka pas, si me thoni, mosmarrveshje edhe me partinë edhe me... Jo mosmarrveshje, po si janë dakordu për me marrë timonin e drenasit, sepse në një farforme kush do të qoftë që propozohet nga Partia Demokratike në drenas deri në zgjedhjet e kalume, ka qenë, si me thonë, problemi u konë veç më të nominu, e në momenti që të ka nominu, mas nej ti je zgjedh gjithçysh, po ka ndodhë diçka interesant ato që e ka prish Lojë Ndritoni, ma e ka djekë qatë kartin që veç do të më të nominu partia, e cilë zgjedh dhe shkryetar, se kë e ka nominu vetën, e për pak vota u konë mos zgjedh kryetar. Dritan, po të atë nevojshme me bokit hyrje, për shkakun që fillimisht ju e keni përfaqësu iniciativen Demokratët për drenasin, kur keni garu në zgjedhjet e fundit, mas ne i keni kalu ato hatërmbetit, ato problemet që i keni pas me zvetit, dhe i një këthy prap të subjekti politik. Kjo për mu, po kjo është mendim këtë individual, kjo është një qytetari që te kalan vetë vetën dhe këthej është prap në subjektin në cilin je kanë. Qysh është ka shkon puna në drenas dhe qka është ka bëhet? Pikës parit desha t'i përshëndes gjithë qytetarët e komunës Drenasit, që tani më janë duke në ndjekur. Vetëm e bonën një hyrje shumë të mirë, vetëm desha t'ju korrigjoj kur ju thatë që e ka nominu vetën e garën e kalune. Realisht, në zgjedhjet e kalune mu me pat nominuar dega e Partisë Demokratike. Për korekci e ka nominu vetën të iniciativa Demokratët për drenasin. Po, realisht, atë but mu me pat nominuar dega e Partisë Demokratike në drenas, me shumic votash që unë ta përfaqësoj Partinë Demokratike në zgjedhjet e vitit 2021, dhe ashtu si që potencuve pas një luaj ashtu ta themi bukfalesh, ma në fund partia nuk e di qysh e shpërfill një vullnetin e struktura o degës partisë në atë ku, edhe në fund ja konfirmoj kryetarit aktual nominimin, dhe ne nga pakënasia që na u shpërfill vullneti, sepse gjitha të struktura kishin dalë për një procesi legjitim, ku në atë but ishte edhe Kadri Veseli këtu që edha vullen, si gjithë shka aj proces ishte në regull dhe i pranushëm dhe me nënshjem ti, dhe pas ati procesi atë struktura me nominuan mua, dhe në fund u shpërfillëm në tërsi vullnetin aty në struktura, dhe ne bashkë me strukturat e degës të asoj kuhe, vendosëm që ta vazhdojmë garën në petkun e platformës tënë Demokratët për drenasin, ku zhvilluam një garë ferë, një garë korekte, ku nuk ishëm kunder as Partisë Demokratike, nuk ishëm kunder as kujt, ishëm kunder një kandidati që ne mendojshëm edhe tash mendojmë prapë, që kish degradu drenasin s'kajshëm dhe kish shëndru drenasin në një vend pa perspektiv, pa zhvillim. Edhe atë na e vazhdum, po në fund ashtu si kur qyshe potencu të jo, e hëmbëm garën në finishin e saj, me një diferencë shumë të ngusht vota, ku tani me unë jam falenderues dhe mirënjohës për tonë jetën gjithë aty në qytetarëve që votuan rreth 10.706 qytetarë që u përcaktun në adresën time që unë të qeverisi me drenasin atë but, po aja nuk o realizua, dhe tani më jemi në 2025-ën, ku tani e kemi një realitet të ri, një realitet të ndryshëm nga aj i asoj kuhe. Pse realitet i ndryshëm? Sepse pikrisht për shkak të atyre rrethonav që na dolëm në garë atëherë në platformën Demokratët për drenasin, Partia Demokratike, realisht leadershipi dhe kryesia qendrore, neve na pat preashtun nga partia,
me arsyetimin mos përfillje të vendimeve të Kryesisë Qendrore, dhe si rezultat i kësaj në atë kohë edhe ish kryetari i Degës pa dhënë dorëheqje në atë kohë zoti Sejdi Hoxha dhe kishte mbetur drenasi komplet pa struktura të Partisë Demokratike. Dhe në atë kohë Kryesia Qendrore vendosi Ramiz Lladrufsin që ushtrues detyre të Degës partisë dhe të njëjtën kohë i dha drejt që ai ta emërai Degën. Çka do të thonë që komplet Ramizi i emroi njerëz të vetë në për struktura ashtu sipas dëshirave tina, edhe tash aja strukturë është realisht funksionale, po është jo legjitime, sepse ajo nuk ka hyrë në proces zgjedhor që me morë legitimitetin e qytetarëve të komunës Drenasit, por realisht i kanë emruar ato struktura vetëm që të administrojnë procesin zgjedhor. Dhe tani, në bazë të atyre struktura të emëruara nga vetë Lladrufsi, e mojnë mbledhje tani me këto ditë, edhe del që ai thët unë e mora nominimin, pothuajse unanim, ku vetëm me një vot kundër dhe një abstenim, për të pri garës për zgjedhje tani me të 2025-ës. Që për mendimin tem edhe të shumë qytetarëve të komunës Drenasit dhe shumë strukturat Partisë Demokratike, kjo është jo korrekte, për vetë faktin se ato struktura janë jo legjitime, nuk kanë legitimitet që me nominu dikan. Edhe tash unë pres që Kryesia Qendrore e Partisë Demokratike të reflektoj në këtë vendim, kur atëherë mu nuk ma konfirmuan kandidaturën ku unë mora nominimin nga strukturat legjitime, si t'i konfirmuhet tani kur kjo e ka morë një nominim nga struktura jo legjitime. Vetëm janë funksionale, sa për administrim procesit zgjedhor. Edhe unë tash pres që me datën 21 do të mbahet konventa zgjedhore e Partisë Demokratike të Kosovës, që ta rikonfirmoj kryetarin Memli Krasniqi për vazhdimin e tij në udhëheqjen e Partisë Demokratike dhe pas kësaj konvente unë pres që të reflektoj Kryesia Qendrore dhe ta nominoj dikan që ka mbështetje qytetare, dikan që është i pranueshëm për qytetarët e komunës Drenasit, po të njëjtën kohë edhe për strukturat e Degës të Partisë Demokratike. Vetë fakti që zgjedhjet e kaluara në Drenas votuan 10.076 qytetarë kundër një individi që ishte ngarë në llogën e Partisë Demokratike, kjo duhet të bëj leadershipin e partisë që të reflektojë në këtë dhe mos të vazhdojnë më tutje me eksperimente, sepse tani më ka ardhur koha dhe momenti që në Drenas po kërkojnë me ngulm që të ketë ndryshim në qeverisjen lokale. Dakord, ju po mendoni që në qoftë se shkohet prapë me kandidaturën e zotit Lladrufsi, po mendoni që është ka përdorur një standardi dyfesht me të cilën juve ju kanë nxjerrë nga gara në zgjedhjet e kaluara? Pikrisht kjo, bashkë me këtë standard mu me kanë nxjerrë nga gara në zgjedhjet e kaluara. Edhe pse në atë botë ishin të gjitha strukturat legjitime. Legjitime. Me vetë faktin sepse ata bazoheshin në një pikë të statutit partisë, ku thot që nominimi për kryetar të komunave i takon ekskluzivisht Kryesisë Qendrore dhe kryetarit partisë. Në rregull, në atë kohë, edhe tash është e njëjta. Do më thonë, po në atë kohë nuk na pranonin as nominimin, edhe nominimi mos tjetë pej degëve. A realisht tash sipas një njoftimi që... Degë tjera si e bënë këtë? Edhe pikan... Po e zëmë dega Prizrenit, me qeverisë... Sipas statutit partisë, në pika është ku kandidat për kryetar nominohen nga degët, pastaj Kryesia Qendrore merr vendim që kush me qenë kandidati. Dhe kjo pikë nuk është përfill në rastin tonë në 2021. Në rastin e juaj nuk është përfill kjo pikë. Jo. E tash presim që mos të përfillet edhe ma heq kjo pikë. Për vetë faktin se tash nominimi që ka ardhur i kryetarit tash nga dega ka ardhur prej strukturave jo legjitime
zoti Zogjone, ato struktura i ka emnu vetë kryetari aktual për me administru procesin zgjedhor. Ato janë jo legjitime. Ato nuk ju ka nënshtru asë një procesi zgjedhor, se për ndryshe, po të ishin nënshtru procesi zgjedhor, nuk besoj që shumica nga ta nuk ishin pjesë e struktura se nuk do të merrnin vot për të legjitimuar apo për ta përfaqësuar Partinë Demokratike. Po në këtë rast edhe vetë kryetari aktual që është ushtrues detyre i kryetarit të partisë, edhe ai është veç ushtrues detyre, po nuk është kryetar legjitim sepse nuk ju ka nënshtruar procesit zgjedhor. O, s'ka pas zgjedhje. Prej 2019-s nuk ka zhvillu zgjedhjet brendshme Partia Demokratike. Sa vjet është kryetar? Kryetari aktual ka orë që nga viti 2016 me një parë zgjedhje të jashtëzakonshme ku në atë kohë u dash ta ndërprej mandatin e tij zotin Nexhat Demaku për shkak të aktakuzës për luftë dhe u dash ta ndërprej dhe ky atë momentum e shfrytëzoi dhe erdh ku në 2016 vetëm një vit ishte dhe u zgjedh edhe për herë të parë në historinë e zgjedhjeve të Drenasit pas luftës, për herë të parë Partia Demokratike shkon në balotazh, kur kandidon Ramiz Lladrusi në 2016. Me kanë shkon në balotazh? Shkon në balotazh me një ish kandidat të nismës demokrate për zoti Isa Xhemali. Po më kujtohet e periudhë. Atë botë ne ishim të gjithë, edhe ne e mbështetëm zotin Lladrusi, ishim gjithë strukturat të Partisë Demokratike që e mbështetëm, po thjesht ky qysh nga fillimi ka qenë një figurë si me thonë disi e papranueshme, sepse vetë natyra ati shpërfillëse, arrogante, ignorante, i bën njerëzit që mos mundi komod në prezencën e tij. Po në atë kohë, me gjithë angazhimin e pashë, që në atë kohë ishte edhe zoti Kadri Veseli si kryetari i partisë dhe gjitha struktura dhe lidershtipi tjetër i partisë, e nxorën fitues. Dhe pasi unë doli fitues, ky filloi një luftë speciale kundër një strukturave. Strukturës brenda partisë? Struktura brenda partisë. Pa asnjë arsye, vetëm pse ne e thënim të vërtetën ato ku duhet të korrigjuaj, duhet të korrigjuaj, duhet të reaguaj, sepse ne ishim pjesë strukturave të Partisë Demokratike edhe ne u ballafaqeshim me qytetarin çdo ditë na për fushatën e për aktivitete, edhe u dashke me përcjell gjitha shqetësimet e qytetarëve. Dhe ai këtu gjëra i ka shpërfill në tërësi, nuk ka dëgjuar zërin e askujt, për më tepër ka fillu luftë speciale ndaj shumicës që ne kanjëherë kemi ngritë çështje, madje duke na fye, duke na ofendu mënyrën ma të vrasht mundshme, sa që erdhëm në përfundim që në atë kohë ishte zoti Kadri Veseli, kryetari i partisë, që i thamë me këtë kandidat është mjaft, le ta kryjnë, ma veç e murë edhe mandatin e plot viti 2017, po na i kërkuam që kur vjen procesi zgjedhori 2021, na me këto nuk dojna me vazhdu si struktura. Edhe ai na pat premtu që kur vjen koha, ne do të ulëm bashkarisht, do ta gjejmë një kandidat pranueshëm për të gjithë, veç nuk du më anku me ardh hanën me thonë që nuk mujtu me fitu pa ballotazh. Unë e du fiturin pa ballotazh. Edhe ashtu pat mbet, po fatkeqësisht ata sot nuk gjenden tek ne në mënyrë pa drejtë që ju shfrytëzoj rastin që t'ju rrej lirim sa më të shpejt të gjithëve, në këtë rast presidentit Hashim Thaçi, kryeparlamentarëve Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, deputetit Recep Selimi, gjithë shokëve tjerë që mbahen ato tërësisht pa drejt nga një proces totalisht i montuar që po del çdo ditë në për media që ka qenë një proces totalisht i montuar. Shpresojmë që përfundon edhe të ketë një epilog ashtu si duhet. Jemi ardhur në këtë kohë edhe unë mendoj që nën vitet qeverisjes zotit Lladrusi, për qytetarët e komunës Drenasit janë sa nën shekuj. Janë sa nën shekuj. Ju them me bindje. Çka ka bo që e ka bo kaq të vështirë jetesën në Drenas? Ju them me sinqeritetin më të madh, me bindje të plot. Ne kemi rrugtu bashkë me strukturat partisë, me shumë njerëz, me shumë aktivista, me shumë edhe kjo që ka instalu zoti Lladrusi në qeverisjen Drenas është një rast
pi pa precedent. Sot Drenasi nuk qeveriset. Sot me keqardhja tham Drenasi sunduhet. Sunduhet nga Zoti Ladrovci. Në që kuptim? Në kuptimin e plot të fjales. Sot kryetari aktual ka shtri një diktatur në çdo segment qeverisjes dhe pa izën e tij nuk guxon kurkush kur gjo me vepru. Madje një kryetar që merret edhe me koment edhe me like të Facebookit, do më qaj derin që deregje ka orë qeverisja në Drenat. Do më njerëzit nuk guxojnë as me ta uru ditëlindjen, shere e kryetarit. Po, as ditëlindje? As ditëlindje nuk guxojnë me ta uru. Pezëm tek i ditëlindjes, nuk guxojnë me tha urime, se ai hen e këqyre dhe vaj halli për to, nëse më ka komentu, më ka hon urime ditëlindje. A ka ndodhur në rast që ti e din për shkak? Kjo ka ndodhur shumë raste që ka ndodhur. Që ka ndërmuar në hap? Vetëm se janë konë mbështetje tem, në zgjedhjet kalune. Ka ndodhur njerëzve, për shembull punëtorëve të arsimit, ja ka nol gjysën e urve. Ja ka nol? Po, ka shfrytzu mekanizmat përmes njerëzve tina që ju kanë ndërprej, ju ka nol urë mësimit. Ka pos drejtër shkollave ku pej drejtura shkollave i ka shpërndona për shkolla me dhomë mësim në për 2-3 shkollave në shejt hakmarjes. Nga drejtore ka ullë në pozitë ka bo... Mësim dhënës, po ato nuk e kalon qatë shkollë ku ka qenë drejtor, po i ka shpërnda orë në 2-3 shkolla sa... I ka shpërnda orë? Po, sa ati mja bon një farë furme vajat, si pej drejtorit i më dollë, për shamë nëse ullëtën me transport publik, do të minru 2-3 autobusa për minjek 2-3 shkolla edhe një farfur me mu largu, kem pos një raste kështu që e kalon komplet edhe e kalshu Kosovën, vish për shkak situatës stilë se për i drejturit me dole dhe me të shpërfil deri në atë mos e me të përull, njerëzit kanë pak karakter, kanë pak dignitet dhe nuk javlejen në atë furmë. Këtu veprime i ka bon Zoti Ladrovci në Drenas gjatë gjithë qeverisjes ti. Po qka është çështja ma flagrante që menoj që është e pafalshme dhe e pariparushme që ja ka bo Drenasit është që në 5 vitet e para ai ndali ndërtimin. Në 5 vitet e para të qeverisjes ti nuk e kalon as një, që po thamë bukfalesht që thujmë na, një tull me qitë kërkush kërkun. Pse? Nuk e di. Është për keqardhje, u thirke, jo mund nga në plani zhvillimur, jo urbanistik, jo anej, po dhe i sa erdhaj që qashtu... Ka funksionu? Ka funksionu. Pse... Edhe 5 vjetë e blokoj? 5 vjetë. Unë kur thamë me përgjithësi plot, juridike, morale, qëfar do furme, nuk e kalon ka një tull me qitë. Kur e ka morë mandatin që tonë 2021, i kalshu ndërtimet pa kur far kriteri. Ti eshi bindën, si tash janë të i ndërtu, po pa kur far kriteri. Me shku i kanë ndërtu objekte, kanë lonë një rrugë 4 metra, ane janë 4-5 bluë që si kur të fillon me jetu qytetarët nuk di ka kanë me leviz. Pa kur far kritere, do më honë që duhet mu plëcu aja pjesa që 70% duhet me konë zone gjelbër, 30% dërtim. Kërkon ato janë të shpërfill të antërsi. Pse e ka bon, nuk e di. Po që une uroj që kam më mirë dikush me ato, kam i hetu ato, dikush do të me dhonë logari për ato. Po qa është aja ma e pariparushmja që e potencuva, është që qytetarët janë zhvendus. Janë zhvendus? Janë zhvendus në munges të hapësira të gjetjes për banim në Drenas. Sepse kur 5 vite nuk lejen me ndërtu as një objekt, qytetarët, familjet rritën ka nevoj për banim, për zgjerim të familje. Edhe në munges për me gjetë këto në Drenas, mira qytetarët komunës Drenasit janë zhvendus në Fushë Kosovë edhe në Prishtinë. Qa ka ndodhur tash sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, llogaritet Drenasi rreth 48.000 banor, prej dikun rreth 65.000 që sa janë konë sipas numërimit. Do ka rënë 48.000 banor në Drenas. Edhe si rezultat edhe kësaj, edhe këto po du me potencu. Asambleja komunale i ka pas 31 asamblejës, tash me zvoglimin e banorëve,
Tash dihet se numri i asamblezëve duhet me konë proporcion me numrin e banorëve të asoj komune, dhe tash ka ro që të zgjedhje asambleja komi pos vetëm 27 asamblezë. Do më 4 asamblezë i ke ma pak, kjo vetëm për shkak si Drenosi është shëndru një vend, pa shpresë, pa perspektivë, pa dashni për me jetu. Veç javën e fundit, qytetarët e komunës Drenosi janë duke u ballafaqu me mëngjes të ujit pishëm në këtë temperaturat larta. Se s'ka uja? Gjysma e fshatra të komunës Drenosit nuk kanë ujt pishëm. Nuk javë ka regullu as sistemin, as infrastrukturën e ujt pishëm. A realisht qysh kur ka orë në 2016, si prioriteti numër 1 i qeverisjes ti, që kam qenë edhe në pjesë e ekipit ti, ka qenë regullimi i çështjes të ujit pishëm. Çdo porë zgjedhje, tani në 2017, po tani edhe në 2021, prioriteti viti i parë i qeverisjes time ka thonë që do të jetë zgjidhja e problemit të ujit pishëm, e sot në këto temperaturat larta, qytetarët e komunës Drenosit ballafaqohen me mungesë të ujit pishëm. Në cilat fshatra është më e theksuar sepse kjo çështja e ujit është shumë delikate? Shumë fshatra, llogaritet rreth 20 fshatra që janë me mungesë të ujit pishëm. 20 fshatra. Fatkeqësisht, kjo i ka bën qytetarët e komunës Drenosit të alshojnë. Se ti e dynë edhe gjithë qytetarët, gjithë njerëzimi e dinë se uji është elementi kryesor. Gjo elementare, pa uji me zhvillu jetë normale, edhe tash kur të mungon elementi kryesor për me zhvillu një jetë normale, ti normal si nuk rrin atë vena. Nja kanë kërku alternativa për me bo një jetë ma dinjitetshme. Pa uji është shumë problem. E këto e ka bon... Me gjithatë, me që ne, zotin Ladrovsi, nuk e kemi në studio dhe jemi bashk, veç unë edhe ti, këj ka marrë disa çmime nga USAID-i, nga disa institucione, nuk i kujtoj tash eksakt çmimet e cilat i ka marrë, po u thirr për transparencë, kampion i asaj, kampion... A qëndrojnë të, çka... Pse i dhojnë çmime në qoftë se jo veni nga një subjekt edhe i keni një mori kritikash për të? Faleminderit bash, shumë faleminderit që e potencuava këtë çështje, se kjo çështje kërkon një shpjegim edhe një sqarim edhe për qytetarët. Po, sepse dukemi hipokrit në qoftë se institucione ndërkombëtare dalin e dekorojnë, e përgëzojnë për këto, na dojna me ditë nga dora e parë se si ndodh kjo. Është fatkeqësi nashte në krejt këto se dë vetmen armë që kryetari aktual e përdor kundrajt mu në këtë rast që kam qenë ose oponentëve politikë, oponentëve tjerë, e përdor që to na jemi shpoll qeverisje kampion për transparencë. Çka nën kupton kjo? Për një shpjegim për gjithë qytetarët e komunës Drenosit. Këto çmime kanë për bazë një vlerësim performancës. Po çka nën kupton që ata indikatorët e performancës, çka përfshin indikatorët? Mi ka për mi lexu se qytetarët nuk për lexojnë, nuk për din çka është marrë për bazë, që kë ju kanë dhonë pikë maksimale ata... Në qoftë se qytetarës lexojnë, a jem sonte mi kallëzu qytetarëve, mi auqu selamin direkt. Pikërisht, tash në bazë të indikatorëve bëhet edhe vlerësimi i performancës me demek për transparencë. Tash pjesë e vlerësimit është për shembull shkon jetuni e ban një kërkesë i drejtuar komunës, edhe në këtë rast përgjegjësit e komunës ta kthejnë në afat optimal që kërkohet. Edhe ajo merret për bazë sipas databazës, se tash janë të lidhta në sistem, merret për bazë kërkesa kur u hin sistem edhe përgjigjja kur ju ka kthy, edhe vlerësohet me maksimumin e pikëve. Vlerësohen tash një absurditet tjetër. Dëgjimet publike, thirrjet për dëgjime publike me qytetar. Ka thirrje, ka dëgjime publike nashti disa herë brenda viti, qoftë për planifikimin buxhetor, për vitin e ardhshëm, qoftë për projektet ndryshme të realizuara ose mos realizuara, qoftë për forma ndryshme dëgjime publike.
Çka ndodh? Në të dëgjime publike, fatkeqësisht, se janë edhe fotografitë në faqet komunës, kur janë, krejt ata stafi komunal zbresin në sallën e kuvendit, aty ku mohet mbledhja e asambles, edhe i bojnë të fotografi, edhe nuk e di çka bisedojnë, edhe kryhet, edhe aje paraqet u maj dëgjimi publik me qytetarët, ku vendosen i qetaj ato pika, edhe kry. Edhe atje pikë maksimale. Tash, a i do të mi bo një pyetje, pse nuk për i vinë edhe qytetarë në dëgjim publik? Që të shtryhet pyetja. Do më ho, krejt e qytetarët e dinë si që ato dëgjime janë 90%, më nështë edhe 95% staf. Kështu po thame përgjegjësit plot, janë staf komunal. As pak qytetarët që shkojnë taman mu informu ose me dhonë mendime për projekte, për planifikimet caktune. Edhe edhe në qatë ky merë pra pikë maksimale se i ka organizu dëgjimet publike. Ka ndër indikatorët apo pikat, se komuna duhet të siguraj hapësirët mjaftueshme taksive të qytetit. A i realisht është një farë hapësire që i thujmë na para restorant lumi ato, edhe është e sigurune, po me shku në atë hapësirë, me këqyrë, vish dhe zhavër dë bardh ato, si a zhavore para zgjedhjeve gjithçka. Vish një levizjet ka plumb një bordh, si me bo me po steshat zeza, se sheh vetën, a je i bordh, a i zitani. Pe plumnit është, edhe tash, për qatë hapësirë dhe mek që jau ka kriju taksi, prapi merë pikë maksimale. Apo këtë se jau ka siguru hapësiren për taksi. Për taksi. Edhe tash kur të grumbullohen qështu, edhe plot indikator që për mendimin tem janë shumë të parëndësishëm. Une, po tisha tash në atë farë vlerësimi në këtë rast për me apëllës, se me apëllëja i organizën ato dhe i ndonë atë funde, une kisha vendus taman indikator të vlerësimit performancës. Sa ka realizu planet infrastrukturore. A janë si pas standardeve ato. Janë këtë mundësi që mund mi kontrolu mi para po. Edhe në qëfë se taman i ka realizu, ti duhet me vlerësu me pikë. Cilat kanë qenë plani ti për arsim, a i ka realizu, plani për shëndetësi, a i ka realizu. E jo me kësi farë dëkra, mjë qitë hisë syve, kinë se komuna kampion, a realisht, gjatë qeverisjes ti, kur komuna ju në ma regres nuk ka posë, ma e degradune edhe ma shpërfilne nuk ka qenë. Sa që, si pas statistika, u po që janë zhvendus, e kanë braktisë edhe qytetarët në munges të perspektives në komunën ku janë leja në rritë, ka u dhonë shumë gjak, shumë sakrificë ato, edhe mja këthy shpinën një veni që ka qëndru dhe gjatë kohët luftës në përmale, në për anej, e në fund, 20 vjetë mas luftën mu detyru në munges të perspektives e zhvillimit ekonomik, me lëshu venin tanë, kjo është e ronë, Zoti Zalioni. Nuk ndjehen përfaqësuar. Realisht nuk ndjehen përfaqësuar. Edhe unë shfrytëzoj rastin që këtu nga studia juaj të bëj thirrje në këtë rast edhe strukturës apo leadershipit të Partisë Demokratike. Është momenti i fundit që të reflektoj, sepse Drenasi meriton një përfaqësim ndryshe. Vetë fakti që Drenasi, Partisë Demokratike në zgjedhjet e 9 shkurtit ja dha mbi 19.000 vota, sepse qytetarët e komunës Drenasit nuk e dojnë Partinë Demokratike për Ramiz Ladrovsin. Qytetarët e komunës Drenasit e dojnë Partinë Demokratike për Hashim Thaqin, e Kadri Veselin, e leadershipin e saj, edhe të kalunen, edhe adënën e Partisë Demokratike që del nga ushtria qëllimtare e Kosovës. Kjo është aja pse qytetarët e komunës Drenasit janë të lidhën emocionalisht edhe me Partinë Demokratike. Mirë, çfarë borgji i ka Partia Demokratike? Zotit Ladrovsi i ka dhënë pozitën e ambasadorit në Shqipëri, mas kthimit nga pozita e ambasadorit, nominon për kandidat për kryetar komune, mas e zgjidhet një vit pjesa mandatit të mbetur nga Nexhat Demaku, mas ne nominohet për herën e dytë, mas ne nominohet që i bie rrjedhimisht për herën e tretë, duke llogaritë edhe mandatin një vjeçar dhe se fundmi planifikohet të nominohet edhe për mandatin që i bie rrjedhimisht prap për mandatin e katërt. Që ka obligim vëlla? Sepse ti do të me pas një obligim ndaj dikujt kur ti
pa dosh me majtanë, sepse unë si me majtanë këtu, kur del një djallë si ju, edhe i vetëm, me një iniciativë shtetare, edhe i merë 10.076 vota, a nuk është i tregus për partinë me reflektu? Përbes jetën këtë pyetje, bojmë shpesh edhe në mesin tënë kur diskutuj me struktura, me shoqni në për takime që i mbojna, edhe kjo me të vërtet është e pasqarune për se cilit për i neve, sepse po të kishte qeveri... 10.000 vote e në shumë. Jënë shumë kur vije nga një kompozicion i vogël lokal, sepse është komunë ju shumë e madhe. Për te asoj që ne në zgjedhjet e kalune i marëm bashkarisht me se prapa meje në atë put kanë qenë threshtuar strukturat legjitime të degës të partisë. Jemi qartë. A janë tash? Jem prap njëjtë, unë tregova se ai e ka emnu një strukturë tjetër, na që ta prap jem, në qitë situatë njëjtë. Na, Partinë Demokratike në zgjedhjet e nënshkurtit e mbështetëm që të gjithë në mënyrë unanime, me kërkesë të... Që të qartësojmë për publikun, jo, në qoftë se nuk nominoheni nga Partia Demokratike e Kosovës si kandidat potencial nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës në Drenas, jo prapë reaktivizoni demokratët për Drenasin dhe do të garoni në zgjedhjet e 12 tetorit të vitit 2025? Ne po besojmë mas pari fuqeshëm që nuk do të ndodh ajo që... Po, hipotetikisht pëzëm që ndodhi. Pra, Partia Demokratike do të vazhdoj me kryetarin aktual, sepse vetë votat në zgjedhjet e kalune e tregojnë shumë një rezultat do me thënë, sepse qytetarët e komunës Drenasit nuk dojnë përfaqësim ma me figurën e Zotit Ladrusit. Konkrete, a do të garani në qoftë se nuk ju propozon Partia Demokratike? Unë po besoj fuqishëm që kësaj radhe Partia Demokratike do të reflektojnë edhe do të reflektojnë pozitivisht në kandidaturën time, ashtu qysh kanë vepru në zgjedhjet e kalune ku mu nuk ma kanë konfirmu e atia konfirmun, në këtë rast unë e pres që mu të më konfirmuat kandidatura dhe atiju, për vetë faktin sepse nën vitet qeverisjes nuk kanë qenë të mira për Drenasin. Drenasin nuk e meriton mu përfacu për Zoti Ladrusi qysh është përfacu deri me tani, edhe vetë ai rezultati i zgjedhjeve të kalune e tregon si qytetarët e komunës Drenasit po e dojnë një ndryshim në qeverisje. Po këtë çështje unë ja kam bërë të qartë edhe leadershipit kur e kemi pas takimin për zgjedhjet e nënshkurtit, që të analizojnë mirë se si do të veprujnë për zgjedhjet lokale, sepse për tej ambicjeve tona apo synimeve tona personale, është kërkesë e qytetarëve të komunës Drenasit që Drenasi të qeveriset ndryshe dhe të përfaqësohet ndryshe nga një kandidat tjetër. Edhe menoj që s'po dua të flas në vetën e parë, po kjo është dëshmu me vota në zgjedhjet e kalune, sepse menoj që me pranimin apo në këtë rast konfirmimin e kandidaturës time nga Partia Demokratike, zgjedhjet lokale që do të mbohen me 12 tetor 2025, unë i garantoj dhe i siguroj që Drenasi nuk do të ketë më ballotazh dhe nuk do ballafaqohet me telashe. Me 2 raunde zgjedhore. Në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë. Është shumë me rëndësi më nga të regu se si është gjendja në shëndetësi. Shëndetësi, si me thonë, ata gjdo ditë ballafaqohen me mungesë të barna në këtë rast të listës esenciale, që kjo është përgjithësi në këtë rast e Ministrisë të Shëndetësisë. Nuk i bie shumë për barë komunës. Po ato janë që funksionon 24 orë qendra kryesore e mjekësisë familjare në Drenas edhe në Komoran. Po çka është disi për mu qesharake, në këtë rast ka pas hakmarrje edhe ndaj atyre punëtorëve shëndetësor që fatkeqësisht në zgjedhjet kalune më kanë mbështet mu, edhe pas procesit zgjedhor
i kanë marrë edhe nga ka qenë për shembull doktora me përvojë i kanë zhvendosur në për fshatra, në për QMF, ku dihet rasti deri si vjet, domethënë shumica prej tyre kanë qenë të mbyllura, po ku kanë pas të hapna i kanë qu vetëm në shejt hakmarrjes për shkak se ata më kanë mbështet mu disa prej tyre në zgjedhjet e kalune. Edhe çka është një gjë shumë interesante edhe për mendimin tim paraqet një absurditet, në kohën kur ishte pandemia, gjitha QMF-t ishin, gjitha jo, por shumica nga ato ishin të mbyllura, dhe në atë botë ju e dini edhe gjithë qytetarët e dini sa kishte nevojë qytetari për të merrte shërbime shëndetësore nga afër ku jetonte. Dhe ato shumica nga ato në mungesë stafit që arsyetonin ata ishin të mbyllura. Dhe tani në këtë vit ka nashti 2-3 muaj kur ky vit është cilësohet vit zgjedhor, janë perëru disa prej tyre. Dhe për mu kjo përben absurditet, kur aty nuk janë hap në kohën kur ka pas qytetari nevojë më shumëti, kur ka qenë pandemi, edhe tash mirë është që i kanë hap, po është një veprim i vënushëm edhe vetëm për vota. Megjithatë ma mirë vonë se sa. Ja, ajo është ma mirë vonë se sa, po. Çka ke gjëja që ty të penalizoj dhe që ti nuk o zgjodhe kryetari i Drenasit? Unë menoj pika parë që kam qenë garë për herë të parë, edhe qytetarët nuk kanë pas shumë njohuri për mu. Unë post një zyrtar i bankës që kam punu që 15 vite, jam mirë edhe me aktivitete politike, kam qenë pjesë e strukturës të degës Partisë Demokratike, po nuk kam qenë pjesë në një gare zgjedhore, ma herët qoftë as për asamblej, edhe me një garë mora pjesë direkt për kryetar komune, edhe tani aty njerëzit që kanë pas drejt nashti me shfaqja dozën e dyshimit si mos nuk po i del zot, ky s'ka qenë garë asnjëherë, po unë ja kum dëshmu secilit, sepse ne mundemi kur bëjmë bashkë, mujna me bën ndryshime, edhe unë ja kum dëshmu që unë jam vetvetja, nuk jam mosh ashtu qysh tentoj ke zoti Ladrovci të me therte, sepse ai në shumë raste dhe me më ka qujtë si bedel, dhe me kësi unë nuk jam vetvetja, po dikush... Bedel i kujt? I si pas ti, bedeli dikuj, që unë dikush tjetër është mbrapa, dhe unë veç jam të i... Të ja kryu një shërbim? Një shërbim, a realisht unë ja kum dëshmu gjithë qytetarëve të komunës Drenasit, unë nuk kam qenë asat herë, nuk jam asat, as nuk do t'jem kur një jetën time, bedel edhe vegele as kujt. Unë jam vetvetja, kemi qenë bashkë me strukturat e degës partisë, kemi qenë me shumë djemë, vojza, burra e gra të ndershëm që kanë dhonë kontribut në tana format, qysh në luftë, pas luftë dhe në zhvillimin e institucioneve të komunës Drenasit, kemi qenë bashkë, kemi rrugtu bashkë edhe kemi pas një sukses të përbashkët. Edhe tash, këtë sukses unë e pres që me materializu në zgjedhjet e 12 tetori që do të bëhet këtë vit dhe të realizojmë atë qëllim, atë synim që e kemi fillu në vitin 2021. Okej. Po e zem që u nominuat nga Partia Demokratike ose nga iniciativa juaj, cilat kishin me kanë 3 prioritetet që ka nevoj komuna e Drenasit? Vetëm sa e përmenda, të më thonë... Uj. Një. Ma element qënësur se sa uje po, e vërtet. Ka, unë ju betuhna dhe zëtuhna para gjithë qytetarët komunës Drenasit. Se nëse vjen momenti edhe i realizojmë qëllimet tona që i kemi për ta marrë qeverisjen 4 vite të ardhshme në Drenas, nuk do të la guri pa lëviz që qytetarëve të komunës Drenasit t'ju sigurohet ujë i pishëm 24 orë. Këta kanë bet në petkun e vetëm një burimi që vjen nga ujmani që furnizohet, ujmani a batlava që vjen. Nuk ka rëndësi, një burim që është në Kosovë. Qeverisja ka për obligim që
të hulumtoj burime tjera natyrore të ujit. Shumë mirë, edhe ju jeni nga i njëjti lokacion që jem, edhe na, ju Harilash, na vendlinja ime o Sankoft. E dini sa uji është që i thujmë na spas ajo pjesë. Po, në spans, po. Atë pjesë duhet me shfrydzu, pse me shfrydzu 3 fshatra, mujnë të komunës Drenasit, mu furnizu me ujtë pjesë, Sankoft si edhe 2 fushticat, për që ati burimi, ka kapacitet të mjaftushëm. Po Drenasi, gjithandej, në përfshatra, ka burimet të tila. Vetëm kërkojnë investime, kërkojnë njerëz që i shtynë për para këto projekte, edhe i zhvillojnë, edhe ja banë matlet qytetarit. Po jo, qeverisja aktuale shtynë projekte, vetëm ato projekte që ja mushin gjepa disa gjeparusha. Në këtë rast e kemi rastin me sheshin e Drenasit. Sheshi i Drenasit ka qenë një shesh shumë i mirë, shumë i madhë, bile ndër më të mëdhejt në ashtin në këtë Kosovën, edhe bile qa që i madhë u konë që nuk mu ishin edhe me mirë mbajt, qeverisja aktuale. Qka ndodhe, e marrin e qesin që nuk e kanë posë asë në plan program, qeverisjes, asë në planifikim budgetur, asë kërgjo, e qesin me në regullu sheshin e Drenasit. Kosta e ati sheshi rreth 5 milion euro. Qka bëhet me atë shesh, i hiqen dë ploka, dë kuckat vogla, i shtruhen dë kuckat mdoja. Që kaq? Kaq është bo? 5 milion euro. O, i ndërun. Këtu 5 milion euro kanë mujtë më shfrydzu për mungesën e ujtë pijes, si sëd e 7 dit, qytetarët e komunës Drenasit janë të jumë kontaktu çdo ditë, anë këvë nashti nga bëhet zgjidhje. T'jesh i bindun, edhe me këtu ja kish letu një pjesë të madhe fshatra të komunës Drenasit që t'ju siguruhet elementi kryesor se që është uji i pijes. Prioriteti dytë, se 3 i kumë caktu, një uji që është elementar dhe këtu i doa vetës e drejt që nuk ka justifikim çështja e ujit. Nën vite. është e pa justifikueshme sepse çështja e ujit është diçka imediate që nashta edhe kogja kom për turp kur flasë për ujin vitin 2025. Definitivisht për keqardhje është. Cili kishte me qenë prioriteti i juaj i dytë? Prioritet i jemi, po ndoshta edhe i gjithë qytetarëve të komunës Drenasit, që ata ballafaqohen me shumë vështirësi, është çështja e kompensacionit. Ligji që e rregullon tukën bujqësore. Shumë pruna në komunën e Drenasit janë në kodër të ligjit të kompensacionit që llogaritën si tuka bujqësore. Po ky ligj ka qenë vitet të 80-ta dhe ai ligj është parapo çdo 10 vite të rishikohet varësisht prej rrethonave dhe rritjes numrit banorëve të qytetarëve të komunës Drenasit. Dhe ai ligj qysh nga atëherë më nuk është mirë kërkosh me atë ligj dhe tani shumë pruna të qytetarëve të komunës Drenasit kanë met peng i atij ligji që shumë qytetarë nuk mujnë me zhvillu asnjë drejt në prunën e tyre, madje nuk kanë drejt as me shit prunën e tyre, nuk kanë drejt as me zhvillu diçka, qoftë ndaj farë investimi që do të ishte shumë fitim prurs për ata për ta zhvilluar biznes ndryshme çka do qoftë, kjo për shkak të penalizimit të ligjit të kompensacionit. Dhe unë qysh edhe në fushatën e zgjedhjeve të kaluara e kom pas si prioritet, do ta kem prioritet që do t'i gjejmë zgjidhje ligjore, sepse zgjidhje ligjore mund t'i gjinet vetëm se duhet një angazhim dhe një përkushtim i madh edhe një bashkëpunim me nivelin qendror të qeverisjes, sepse na e dim se edhe fabrika e pestovës në Vushtre ka qenë në kompensacion, hoteli Emerald në këtu ka qenë të kompensative dhe janë zhvillu procedurat edhe ju ka mundësu që atu të regulluhet. Edhe jenë bo me qindra vende punës gjenerojnë. Dhe kanë gjeneru vende të reja të punës, po të njëjtën kohë edhe të hyra miliona që edhe i ka siguru atyne, po të njëjtën kohë i siguron të hyra edhe përmes tatime dhe forma ndryshme edhe komunës. Une me prioritet këtë çështje do ta marë sepse është një çështje që i brengus secilin qytetar që ka parcel në kompensacion
kjo i kalon peng, tash paramendohe, zoti Zogjoni, jo e dini atë pjesën geografike që vjen rruga Prishtinë-Pej, që na i thujem nga fshati Arllat, e deri për te i Krunit Mretit, në dy anë të rrugës, shumica është komesacion. Tash, po t'ishte regullu, aja veç u njës projekti që në dy anë të asoj rrugë të ndryhet destinimi i prunës, ku rreth 200-250 metra në dy anë e asoj rrugës, të ndryhet destinimit ju mundësuet njerëzit që kanë prunë me zhvillu, se tash jemi qartë. Kër është bëja e vitet e 10-ta, nështë i shumë profitabilitet kanë pos me mbjell 1 hektar patate se sa me zhvillu diçka tjetër. Po tash jemi në 2025 dhe kanë ndryshu rrethonat. Tash ti e mbjell 1 hektar patate mund mi siguru 500 euro, po me qilë një biznes e gjeneran miliona, për një të në ku edhe siguren shumë venet rriat punë. E vërtet, sepse është artere kryesore që e lidhë... Çdo herë ti duhet këtu mi bo në bazë të rrethonav, të aktualitetit, zhvillimit, jetës, të gjithë... Prioriteti numër 3? Si prioritet numër 3 do të kem arsimin, do më hërë zhvillimin e arsimit edhe digitalizimin e gjitha shkollav në komunën e Drenasit. Kjo mundet mu bon gjatë mandatit tim, e kam prioritet, sepse për mes këti projekti, synojmë që edhe nxënësit që janë ngarkun me libra, që duhet se cili prind me shku me përcjell fëmijën e vetë, mja mojt qandën deri në shkollë. Jam konsultu me ekspert kësoj fushë, me ekspert kësoj lamia që kjo punë mund mu ndryshu, me bon një digitalizim që kanë qasje edhe në libra fëmija në shkollë për mes digitalizimit, që kanë qasje edhe me simdhenësit, edhe udhëheqja shkollës, edhe nxënësit. Të gjithë mundën me përdur platforma, edhe literaturën, e krejti kanë në formë digitale, pa për të pas nevoj të bartën fizikisht ato qonta që i ranojnë gjithë ditë nxënësit edhe prindrit për të vijuar mësimin e rregull. Në qeverisit e kalume është proklamu që do të ndërtohet edhe stadiumi kombëtar në Korrëtis, në qoftë se zgaboj. E di sakt, po se di në cilën pjesë e kap, a e kap Korrëtis, a se e kap me cilën zonë. A kina informacion, që ka ndodhë me këtë projekt? Që nuk varet nga nivelli komunal. Fatkeqësisht, une menoj që prap gesht në largimin e ti, ka kryetari aktual. Pse është largu përfundimisht? Po, realisht është zhvendos, si pas informacioneve të mija, është zhvendos në Bërnis edhe veç kanë fillu punimet atje. Kanë fillu punimet? Po, a realisht stadiumi nacional janë dhonë 1,5 milion euro, më kry fizibiliteti, është bo projekti për stadiumin, e gjitha fazat kanë përfundu, do më thonë parcelizimi i hapësirave krejt, do më thonë edhe ju kanë përcjell Ministrisë të Kulturës, edhe kjo ka metë vetëm me tenderu stadiumin, dhe në atë moment ndryshën qeverisja, po kjo tani për te ndryshimit qeverisjes është bo dhe me inate personale, sepse kryetari aktual ka disa pronëncime publike, ku thët ndër të tjera, po du me citu bukfalisht, s'ka birë nane që mën me leviz, thët, stadiumi nacional pe i Korrëtis. Se është si zonë geografike Korrëtis, sa në këfës, në qatë zonë është katastrale, edhe do më ho në qitë formë ka shkëmby batuta në mes qeverisjes, në këtë rast edhe Ministrit Kulturës, Presidentes tanit të Republikës, do më ho se aja e patë potencu çështjen e stadiumit, ku presidentja është mes e komunës Drenasit, edhe aso ju patë revanshu, do më si mes, mos shpresoni që keni me leviz dikun tjetër. Stadiumin fatkeqësisht, sipas informatat mia, stadiumi veç ka fillu në Bërnic. Këtë informat për marrë për teje nuk e pas na pas. Edhe me që jem të stadiumi, dalim pak edhe të parku biznesit. Që po funksionan parku biznesit me që jemi drejt fundit?
Parku i biznesit është një përzirje në mes Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë si prunë është e komunës Drenasit. Ato licencat edhe lejet e operimit ato jep Ministria e Tregtisë, po këta janë të obliguar që me tatimin prunë ato pjesë tjera taksative me kry në komunën e Drenasit. Sipas informatave që kam ato, edhe ato ka pak knatësi në atë park. Domethënë, edhe ato ju bëhet presion edhe aty në format ndryshme, sepse duhet, domethënë, është një fatkeqësi në Drenas, sepse kryetari aktual e përdor çdo formë ndikimit të tij në çdo sektor, qoftë në biznes, qoftë në shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë çdo kund, me përdor ndikimin e tij edhe me menu si ai, edhe mi shku për shtati atina. Domethënë, dikush që nuk menon si kryetari aktual, për ato është armik i tina, edhe ai është shpoll më një herë armik, edhe veç me smuj dikun se kom ju hakmir mënyrën më të vrazhd, më të keqe të mundshme. Du me potencu edhe një çështje për bizneset. Shumë biznese nga komuna Drenasit janë zhvendosur në fushë Kosovë, sepse mos gaboj, sipas informatave që kam, komuna Drenasit e aplikon një taks të operimit për gjitha bizneset në Drenas, vetëm pse operon në territorin e komunës Drenasit, varësisht prej veprimtarisë biznesore, ti kimi ja pagu komunës Drenasit një taks. Gjë që këtë taks e aplikon sipas informatave vetëm komuna Drenasit. Kjo për mendimin tim është një zhvatje ndaj bizneseve, e jo mi ofru mbështetje edhe kushte që ato të zhvillojnë bizneset, të hapin vende të reja të punës, po me këtë veprim menoj që qeverisja aktuale vetëm i ka godit bizneset dhe si rezultat i kësaj shumë biznese janë mbyll edhe janë zhvendos në komunë të fushë Kosovës që nuk e kanë për obligim me pagu këtë taks të operimit. Zotja Jazi, faleminderit shumë. Ne ju dëshirojmë një garë të mirë të qetë, kushdo qoftë që zgjidhet, me rëndësi është që premtimet një majtë. Edhe në qovë se dikush e voton zotin Ladrovsi e ju bëni kryetar ose janë asjeltas, mos mjë akmar njerëzve sepse çdo ditë përshohim që Kosova po boshatiset e mes së paku në lëvërdis, sepse ky vend pa njerëz vërtet nuk ka kuptim. Mujna me marë pushtet, sa dojna po në fund ditës kujt kemi shërby. Unë të falenderoj edhe dhash Zoti ashtu si po thu që nëse unë do t'jem kryetari komunës në 4 vitet e ardhshme, ju betohna këtu para juve dhe gjithë qytetarëve të komunës Drenasit, unë do t'jem kryetar i të gjithëve, pavarësisht bindjeve të tyre politike që mund t'i kenë ose mund t'i kenë pasur. Unë do t'ju shërbej gjithëve edhe do t'ju ofroj kushte të barabarta, jo standarde dyfishta qysh ju kanë servu tash e 9 vite, po kushtet barabarta edhe qasjet barabarta në shkollim, në shëndetësim, në punësim, e te kalum të flasim këtu ka me orë të tëra, e kemi te kalu, nuk e përmendëm heq fare punësimin dhe nepotizmin e sajshëm që ka ndodhur gjatë qeverisjes ti, po unë ju premtoj nga këtu që të unë do të kenë trajtim dhe qasjet barabarta në të gjitha hallkat e qeverisjes dhe zhvillimin e jetës normale në komunën e Drenasit për gjithë qytetarët tanë. Faleminderit shumë, zotja Jazi, për mua ka kënaqësi. Mishte me deri në emisionin tjetër, shihemi.